Shqipëria shpall hoxhën e nderuar, adhëtarin e shquar, ish ushtarin e UÇK-s, Hoxh Bekir Halimin persona non grata. Një lajm i papranueshëm, i pakuptueshëm dhe për mua personalisht me të vërtet ende i pabesueshëm, edhe pse është i vërtet. Mirë, po të gjithë ne të cilët e njohim hoxhën e nderuar Bekir Halimin dhe unë besoj dhe e di se një pjesë e madhe e popullit shqiptar në Maqedoni, por edhe në Kosovë dhe gjithsesi edhe në Shqipëri, e njohin hoxhën e nderuar dhe aktivitetet e hoxhës së nderuar, kontributin e tij, të cilën e ka dhënë para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës dhe vazhdon ta jap, pavarësisht asaj se kush e shpall persona non grata apo jo, kush e ndihmon apo jo, kush e prekra apo jo. Hoxha Bekir punon për të mirën e popullit, punon për hir të Allahut, për të mirën e popullit të tij dhe këtë ka dëshmuar me vepra, jo vetëm me fjalë. Kurse ata njerëz të cilët me të vërtet nuk kanë asnjë merit, të cilët nuk kanë dhënë asnjë kontribut, sot vetëm për shkak se kanë pushtet në duart e tyre, dalin dhe shpallin njerëzit me mendikim, njerëzit të cilët më së shumti kanë dhënë, njerëzit të cilët më së shumti kontribojnë persona non grata. Kjo është e papranueshme, vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, pavarësisht besimit, se ai takoni besimit musliman, katolik, ortodoks apo cilit besim qoftë. Kjo është e papranueshme, sepse kontributi i hoxhës është i dëshmuar, nuk është thjesht një pretendim, nuk janë thjesht fjalë, është një kontribut i cili me të vërtet është i shënuar dhe i regjistruar në librat e historisë, dhe kështu do të mbetet pavarësisht asaj se si e cilëson dikush apo jo. Andaj, ky vendim është i papranueshëm dhe unë nuk mund ta kuptoj se si ka mundësi që një hoxh apo një figurë sikur se Hoxha Bekir Halim apo edhe të tjerët të shpallën persona non grata, kurse shumë njerëz të cilët jetojnë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni apo diku tjetër, në trojet shqiptare nuk shpallën persona non grata, edhe pse me të vërtetë janë njerëz të cilët punojnë dhe këtë në shumë të rasteve haptazi kundër interesave të shqiptarëve, kundër mirëqenies së popullit shqiptar, të cilët e helmuan dhe vazhdojnë ta helmojnë rinin shqiptare me gjitha ato aktivitetet të cilat nuk kam nevojë tani t'i përmendi. Asnjëri prej tyre nuk u shpall dhe nuk mendoj dhe nuk besoj se do të shpallet në të ardhmen persona non grata. Kurse një hoxh i shquar, një adhëtar i shquar, shpallet persona non grata, kjo është me të vërtetë diçka e pakuptueshme, mirë po në anën tjetër më kujtohet hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili na tregoi dhe na tha se yati ala an-nasi sanawatun khadda'at, do të vinë mbi njerëzit vite mashtruese. Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha sadiq. Në ato kohra, po thot i dashuri jon alayhi salatu wassalam, në ato vite do t'i besohet gënjeshtarit, kurse atij i cili është i sinqert do t'i thuhet gënjeshtar, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, dhe do t'i besohet atij i cili është tradhtar, ndërsa ai i cili është besnik, atij do t'i thuhet tradhtar. Andaj elus Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta, me rahmetin e tij gjithëpërfshirës, që këtë sprovë për hoxhën e nderuar ta bën pastrim dhe ngritjen dunja dhe në ahiret. Për mua personalisht dhe këtë kam thënë disa herë, edhe pse e di që Hoxha Bekir nuk ka qef dhe nuk dëshiron të dëgjon këtë fjalë, mirë po për mua Hoxha Bekir është hoxha më i kompletuar shqiptar në trojet shqiptare, i cili jeton dhe të cilin e kemi në kohën tonë dhe në vendin tonë. Allahu e ngrit dhe boft edhe më të mirë se sa që mendoj unë për të. Allahu e ruajt nga çdo e keqe, Allahu e pastroft nga çdo e met, nga çdo e keqe, nga çdo gjuna, dhe Allahu na bashkoft me të dhe me të dashurit e tij në xhenetin e tij. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.